Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shqiptarët e Luginës Preshevës kërkojnë një qasje të përbashkët për zgjidhjen e problemeve të tyre në Serbi. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar Enkel Rexhepi gjatë takimit në Ministrinë për Ropën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë me ministren Elisës Piropali adresoi nevojën për një qasje të përbashkët programore dhe sistematike në adresimin e drejtë të zgjidhjes së problemeve të tyre. Ndër çështjet e diskutuara ishte pasifizimi i adresave, mosnjohja e diplomave, mungesa e teksteve në gjuhën shqipe, përjashtimi i komunitetit shqiptar nga jeta institucionale dhe vazhdimi i mojimit të së drejtës për përdorimin e simboleve kombëtare shqiptare. Më shumë Shqipëri dhe Kosovë në Luginë do të thotë më shumë shpresë për shqiptarët e Luginës. Bashkë jemi më të fortë, shkruan Enkel Rexhepi. Vota e Parlamentit të Serbisë për të kufizuar pavarësinë e gjyqësorit është një hap serioz prapa në rrugën e Serbisë drejt Bashkimit Evropian, paralajmëroi Eurokomisionerja për zgjerimin. Një kohë progresi të madh për zgjerimin, kur Mali zgjidhe Shqipëria po ecin me shpejtësi, Serbia rrezikon të marrë drejtimin e kundërt, nënvizoi Marta Kos. Parlamenti i Serbisë miratoi një paketë ndryshimesh ligjore për reformimin e sistemit gjyqësor, një hap i mbështetur nga qeveria nacionaliste e djathtë, por e kritikuar ashpër nga kundërshtarët si një goditje ndaj pavarësisë së drejtësisë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kroacia nuk do t'i bashkohet Këshillit të Paqes. Kryeministri kroat Andrej Plenković deklaroi se vendimi është marrë pas një analize të qeverisë, pa dhënë detaje konkrete për arsyet e mosangazhimit. Më herët Plenković kishte theksuar se si vend antar i Bashkimit Evropian, Kroacia do të priste fillimisht një qendrim të përbashkët të BE-s për këtë nisëm. Krijimi i Këshillit të Paqes u shpall javën e kaluar nga Trump gjatë forumit ekonomik botror në Davos, fillimisht si pjesë e një plani amerikan për t'i dhënë fund luftës në ripin e Gazës. Slovakia është kundër ndalimit të importit të gazit natyror nga Rusia. Pas Hungarisë dhe Bratislava synon të ngrejë padi në Gjykatën Europiane të Drejtësisë në Luksemburg kundër vendimit të Bashkimit Evropian për ndalimin e importit të gazit nga Rusia. 24 nga 27 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian votuan në favor të ndalimit të importit të gazit nga Rusia, ndërsa Bullgaria abstenoi. Marrë këtij vendimi ishte strukturuar në mënyrë të tillë që nuk kërkoi unanimitet votash. Ne do të kundërshtojmë shkeljen e parimeve të proporcionalitetit, deklaroi kryeministri Fico, ndërsa kryeministri hungarez Viktor Orban deklaroi se ndalimi i importit të gazit natyror nga Rusia është sankcion dhe për këtë duhej unanimitet votash. Firmat amerikane arrin marrëveshje për blerjen e aseteve të kompanive ruse të naftës. Firma amerikane e kapitalit privat, Carlyle Group, pranoi marrëveshjen për të blerë shumicën e aseteve të huaja të Lukoilit me një blerë për rreth 22 miliard dollarësh. Lukoil, kompania e dytë më e madhe e naftës në Rusi, është e detyruar të shes këto asete për shkak të sanksioneve amerikane. Shitja për të cilën njoftuan të dyja kompanitë vjen në një moment kur negociatorët rus, ukrainas dhe amerikan po përpiqen të arrijnë një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës. Shitja duhet të miratohet nga agjencia amerikane që administron sanksionet. Departamenti Thesarit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës i kishte dhënë Lukoilit afat deri më 28 shkurt për të shitur portofolin e tij global. Britania tenton forcimin e marrëdhënieve me Kinën. Gjatë vizitës në Pekin, kryeministri Keir Starmer tha se marrëdhënia mes Mbretërisë së Bashkuar dhe Kinës është në një gjendje të mirë dhe të fortë pas bisedimeve produktive me udhëheqësin kinez Xi Jinping. Kryeministri britanik u shpreh pas takimit se ka përparime në çështje që përfshin tarifat për whiskin dhe udhëtimin pa viza drejt Kinës, pasi më herët kishte deklaruar se të dy vendet duhet të ndërtojnë një marrëdhënie më të sofistikuar. Ndërsa Xi Jinping tha se marrëdhëniet Kinë-Mbretëri e Bashkuar kanë pasur kthesa dhe lëkundje, por se angazhimi është i pashmangshëm. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.